Lëvizja Socialiste për Integrim tashmë duket se e ka bërë traditë që të festojë 8 marsin, i njohur si Dita Ndërkombëtare e Gruas. Edhe këtë vit në drejtimin e kryetares së LSI në PUK, doktoresh Sajmira Laqi dhe deputetit Agron Qela, gratë dhe vajzat e qytetit u mblodhen së bashku në drekën festive, ku të ftuara ishin dhe 10 gra e vajza nga qyteti i Shkodrës, duke e festuar kështu së bashku 8 marsin. Kryetarja e LSI Sajmira Laqi, por edhe të pranishëm të tjerë në këtë fest, përcollën përshëndetjet e tyre. Është kënaqësi për mua që ndodhem mes këtyre nënave, gjysheve, këtyre zonjave të mrekullueshme, që janë sot këtu, të gjitha së bashku, për të festuar këtë ditë të madhe, ditën e nënës, ditën e gruas. Kjo ditë kaq e madhe, e shënuar në kalendar, e cila ju dedikohet vetëm ju që sakrifikuat gjithë jetën tuaj për të rritur fëmijët, për të mbajtur familjet, ishit gra të denja dhe vazhdoni të jeni, kështu po vazhdojnë edhe brezat të tjerë që pasojnë ju jeni vërtet të mrekullueshme, fjalë të burojnë nga shpirti sot. Fjala nën është një fjalë shumë e madhe. Gjithë se cili prej nesh, në çdo moment thot nën. Fjalën e parë që thot është fjala nën. Realisht, vetëm nënës i përulemi, dhe krenarin e ulim vetëm për babain. Pra, nëna është ajo e pazëvendësueshmja. Ju uroj gëzuar këtë ditë të madhe, uroj të kalojmë së bashku disa orë, së bashku të shkëmbejmë mesazhe, urime me njëra tjetrën, të kalojmë një ditë më ndryshe nga ditët e tjera. Ju uroj gëzuar 8 marsin dhe qofshi gjithmonë të lumtura. Gëzofshi me fëmijët tuaj, me nipa, me mbesa, me gjithë të dashurit tuaj kudo që i kemi. Gëzuar. Jam shumë e lumtur që jam sot këtu mes jush dhe unë këtu përfaqësoj edhe të gjitha gratë e Shkodrës, së LSI-s Shkodër, duke ju uruar gëzuar 7-8 marsin. Falenderoj shumë zonjat e LSI-s që kanë ardhur nga Shkodra. Gjithashtu një falenderim të veçantë kam për të gjitha gratë e PUK-s. Falenderoj zonën Sajmira edhe gjithë gratë që kanë ardhur. Dreka festive organizuar me rastin e 8 marsit vijoi për orë të tëra në mjediset e Hotel Turizëm Puka.